LDK-ja edhe qëllim të mirë politik, edhe angazhim ka pas me zgjedh një president konsensual. Pranueshëm për të gjithë. Ka pas. Por për marrëveshje politike si mundësi e dytë, si opcionit parës, ne kemi qenë gatshëm me bisedu, por neve nuk është thonë asnjëherë që më janë në një pikë ku duhet me fol për emën të përveç. Nuk ka mundësi marrëveshje politike kur një parti ka 51%. Nuk ka mundësi për marrëveshje politike, sepse qeverin është përcaktuar me 28... Flasim për marrëveshje për president, jo për qeveri. Okej, nëse menohet ajo. Jo. Apo flasim për marrëveshje për president, sepse për çështjet e qeverisë, partia e parë e ka përdallim nga shkurti, 9 shkurti vitit kaluar, që nuk i ka zbatuar zgjedhjet fare. Dhe është dash me kalu në zgjedhje të reja për me implementu zgjedhjet, vullnetin politik, kësaj here e ka zgjedh qeverin, e ka konstitu kuvend, e ka zgjedh qeverin. Ja kemi ratifiku me 2/3 gjitha ligjet që i ka prun kuvend, dhe hapin e 4, si pas prioritetit të zotit Kurti, është vendos zgjedhja presidentit. Ka mujt me qenë zgjedhja presidentit hapi parë. Ka mujt me qenë marrëveshjet përbashkët, por ne kemi respektu vullnetin e shumicës politike, nuk kemi ndërhyjnë proces dhe kemi ecë në hapat njëjtë për me konstituu kuvendin, më ndërtu qeverin, edhe s'ka pas asnjë kërkesë, kemi votuar gjitha ligjet që në sill me 2/3 me ecë përpara. Te çështja e katërt, me LDK nuk është bisedu për emrat përveçëm. Ne kemi dhënë kontributin tonë, dhe në momentin që në fund zoti Kurti është kthy prapë qëllimit të tij politik me sjell një president me libresë partie, të propozuar nga ai dhe grupi i tij politik si parti, por aty procesi ka unal. Ky proces është shkaktar që jemi sot në këtë situatë, sepse po vje keq me përsërit edhe një herë. Po këtë vend që 2 vjet e gjys, vendime politike